Shtatori ka rezultuar një muaj shumë i mirë sa i takon konsumit të popullatës dhe tatimit të paguar. Pavarësisht se është muaji i fundit që mbyll sezonin turistik veror në vend, duket se kjo nuk është ndjerë pasi të ardhurat në arkën e tatimeve janë më të larta se ato të mbledhura në muajin korrik dhe gusht. Referuar të dhënave zyrtare nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, të ardhurat totale të realizuara për muajin shtator 2025 kanë kapur shifrën e 39.2 miliard lekëve apo 392 milion euro. Ndërsa në muajin gusht të ardhurat tatimore u regjistruan në 385 milion euro, me një kapërcim kushtu prej 7 milion euro. Po ashtu është në rritje dhe në raport me muajin korrik, ku të ardhurat ishin 390 milion euro. Në krahasim me shtator 2024, të ardhurat janë tejkaluar me 53 milion euro, e shprehur në përqindje kapërcimi në raport me vitin e kaluar regjistrohet në 15.7%. Ndërsa krahasuar me planifikimin e bërë, rritja e të ardhurave regjistrohet në 27 milion euro apo 7.4%. Në 9 mujor të ardhurat tatimore arrin në 212.6 miliard lek me rritje prej 42 miliard lek apo 420 milion euro në raport me janar-shtator 2024. Të ardhurat tatimore përfshin të ardhurat nga TVSH neto në vend, tatimin mbi fitimin, tatimin mbi të ardhurat personale, taksat nacionale, të cilat kanë pasur performancë pozitive për gjatë gjithë vitit. Faktorët kryesorë të rritjes së të ardhurave lidhen me rritjen ekonomike, aktivitetin më të lartë të biznesit dhe konsumin e shtuar, çka është reflektuar në TVSH-n e brendshme dhe tatimin mbi fitimin. Peshën kryesore në rritje kanë mbajtur të ardhurat e gjeneruara nga tatimi mbi vlerën e shtuar, çka tregon dhe konsumin në rritje në popullat. Ndërsa shtatori përveç turizmit është edhe muaji kur fillon viti i ri shkollor për nxënësit e arsimit parauniversitar, çka nxit edhe blerje të shtuara. Turizmi po ashtu ka rritur të ardhurat nga shërbimet, TVSH dhe akciza. Tatimi mbi të ardhurat personale është një tjetër zë me peshë të konsiderueshme në të ardhurat tatimore, i cili reflekton pagat e rritura të administratës dhe të sektorit privat, si dhe efektet pozitive që ka dhënë reforma anti-informalitet në këtë drejtim. Fushata për faturimin elektronik dhe kontrollet e shumta në terren duket se ka dhënë kontribut në formalizim dhe rritjen e të hyrave tatimore. Po ashtu deklarimet dhe pagesa e detyrimit të divas nga të punësuarit në vend duket se kanë ndikuar në këtë performancë. Të ardhurat nga fondet speciale, sigurimet shoqërore dhe shëndetësore të mbledhura nga administrata tatimore kanë njohur një rritje të konsiderueshme muaj pas muaji, të cilat gjithashtu reflektojnë reformën e rritjes së pagave dhe ato kundër nëndeklarimit të tyre. Tatimi mbi fitimin dhe taksat nacionale gjithashtu kanë pasur performancë pozitive në buxhetin e shtetit, ndërkohë që përdorimi i teknologjisë dhe analizës së rrezikut duket se ka përmirësuar ndjeshëm administrimin e të ardhurave.